I ke parasysh Adelina ato ditët me ngarkesë, kur ti zgjohesh herët edhe i përfundon punët vonë, janë të lodhshme. Po, i ka shumë parasysh. Dhe gjëja që ne vëmë re tek fytyra jonë janë ato rrafët e zinj, sytë e fryrë që krijohen nga lodhja. Mundohesh ta fshehësh lodhjen për shembull. Por, në mënyrë që të ndihesh më i relaksuar edhe më mirë pas një dite të lodhshme, mund të përdorësh kremin e syve nga Skin Pro. Një krem i cili funksionon shumë mirë për rrudhat edhe vijat e imta që krijohen poshtë syve, për të larguar qeset që krijohen pikërisht pranë pasqyrave të shpirtit, se ne kështu i themi syve, pasqyra e shpirtit, dhe duhet kujdesemi për to, dhe po ashtu shumë e rëndësishme të themi që hidraton dhe forcon zonën delikate rreth syve. Mund ta përdorni tek syt tuaj dhe do ndjeni menjëherë ndryshimin. Dhe di cila është pjesa interesante, ja ta tregoj. I sheh këto këtu? Kjo është mënyra se si aplikohet. Dhe këto të lën një ndjesi freskie të jashtëzakonshme. Po marr, edhe unë jam me make-up po. Mund ta përdorësh pasi të heqësh make-upin dhe pastaj të më falenderosh. Okej, po lër për tani. Shumë interesant në fakt duket, edhe siç po thonim, ne her pas here mundohemi ta fshehim lodhjen tonë, po besoj që më mirë se ky produkt nuk mund ta fshehë lodhjen askush tjetër. Në fakt ky nuk ta fsheh, po ta largon, ta shqetëson lodhjen, se kur sheh një fytyrë dhe sy të qetë, ikën ajo lodhja, largohet menjëherë. Fantastike. Kështu që mendoj që secili tani në këtë rast, se mua më duket sikur është mision më vetë të kujtojmë njerëzve që edhe nëse përtojnë për të dalë nga shtëpia, për të bler produktet në dyqanet e Skin Pro, ka mundësi për të futur online, një klik dhe erdhi në shtëpi. Tani në blog jeni fundjavave, kështu që kaloni përpara nga dyqani i Skin Pro, merrni produktet tuaja dhe pastaj festoni gjithë natën, dhe mos harroni të përdorni kremin e syve mëngjesin tjetër, se e di që netët e vona na lodhin ndonjëherë. Sa mund të jenë dhe në fund pastaj, kështu që kujdiet.